por duhet kuptoni që në një pikë kur njerëzit luftojnë kundër shtypjes, në një pikë ata kalojnë nga qenie terrorist tek të qenë luftëtar liria. Në fakt ishte e rëndësishme që të mbahej një lloj distance nga UÇK-ja gjatë bombardimeve. Do të thonë ju nuk doni që të kishte kontakt drejt për drejt me UÇK-n apo jo. Përgjigje jo, kjo nuk është e saktë. Për këtë arsye unë fola me Thaçi. Në fakt i kërkova Thaçit që të na ndihmonte. Ishim një pikë kritike të historisë, të vlerave, të etikës, demokracisë në këtë kohë. Shpresoj që të mos më ndërpres turpi gjykues. Megjithatë, dua të shpjegoj që një pikë caktuar. Atëherë, të nderuar gjykatës, nëse po flas pak më shumë se ç'duar ose shkoj përtej fushës veprimit të dëshmisë time, më thoni. Por duhet kuptoni që në një pikë kur njerëzit luftojnë kundër shtypjes, në një pikë ata kalojnë nga qenie terrorist tek të qenë luftëtar liria. Dhe në një pikë të caktuar, opinioni botror dhe konsensusi botror mbërrin në përfundimin që njerëzit kanë të drejtë që të rezistojnë presionin dhe luftës. Dhe kjo është parashikuar, është shkruar në deklaratën amerikane të pavarësisë dhe është edhe diçka normale, e logjikshme. Dhe diku në këtë spektër që nga koha në 1974, kur Kosova supozoi që të ishte një shtet i ndarë administrativisht, Miloševići të e hoqi, e fshiu. Dhe në një pikë caktuar, ca njerëz që quheshin terroristë në mënyrë kolektive u bën çlirimtarët e njerëzve, u bën mbrojtja kolektive e popullit vet.